çaj bashorte e cila është gjysma e fesë tënde, gjysma e imanit tënd. Dhe është i njeriu që së bashku me te ke marrë rrugtimin për xhennet. Dhe është bashorta jote që ka braktis gjithë familjen e vet, për ty ka ardhur në atë shtëpinë. Edhe ti, ajo gjithë i ka braktis, shtash edhe ti e braktisat. Se di unë kjo në çfarë citapi shkruan kështu me bë. Mundemi na me bë kiksa momentale. Ndodhe, po. Ajo mendësia mashkullore, ka ato momente e veta, ka ato botkuptimet e veta, por jo në formë të sistematizuar. Jo me bë rregull. Jo gruaja me ndjej vetëm si sende më i pavlefshëm në shtëpi. Njeriu më i parancishëm ajo do të thotë, ajo mos më pyet për asgjë, mos më konsultu për asgjë, mos më respektu për asgjë, mos. Gratë tona si kemi se ti vetë robnejshme pas kemi obligime fetarisht edhe ndaj robneshës me ble me pare, si madh me shku me ble, ki obligime ndaj asaj si njeri. Në kontekstin islam me feja si e parasha. Me qenë punëtore, me pare, me paguajt 8 orë dush me punu tonë, mas 8 orë shko të shpejote, ki përsëri obligime ndaj qasoj punëtore, edhe pse e pagun. Mas flasim për një grua e cila krejt familjen e vet, krejt jetën e vet, e ka braktis ka ardhë. Ty me të nderu, me dasht, ton tje trajton atë, ton si ma zi, si ma beter. A di si dush me trajtu atë? Si kur vajzën tante. Shumë me vend që ka. Se shumë kushit, i djek të vajza e vet, edhe ka qef vajza e vet të respektohet ndaj prej burit, të respektohet, të nderohet, kështu me radhë, atë bashortën e vet do më thonë diktator. Ndaj bashortës e vet sillet sikur me qenë diktator. E kur vjen puna, vajza e vet do të thotë çet kanune dhe çet rregulla fetare dhe sheriat mundohet me tregu, a me pyet bashortën e vet si është sjell ky ndaj asaj, do të si mazi. A haron ky se kjo bashortja e këtij është vajza e dikujt, që e kalon babën dhe nonën ka ardhur te. Të kemi frikën e Allahut. Të kemi frikën e Allahut dhe të mos e fshehemi ignorancën tonë pas islamit.